Në videon e kaluar pam hapat e parë për të kuptuar vetitë elektrike të neuronëve individuale. Mësuam se si forcat elektrike dhe difuzioni krijojnë potencialet e membranës dhe se si qelizat mund të gjenerojnë dhe të përhapin sinjale të quajtura potenciale veprimi përgjatë membranës. Të kuptuarit e vetive të membranës të neuroni është thelbësor, por vetëm kjo nuk mjafton për të kuptuar sjelljen kolektive të miliarda neuronëve të lidhura në trurin tonë. Për fat, ne mund t'i qasemi neuroshkencës në shumë shkallë dhe nivele analize të ndryshme, dhe nuk kemi nevojë të përballemi me gjithë kompleksitetin menjëherë. Kjo është ajo që do të eksplorojmë gjatë pjesës tjetër të kësaj videoje, ndërsa kalojmë gradualisht nga kuptimi i molekulave individuale, si kanalet ionike, te sjellja elektrike e neuronëve, më pas te sjellja e tyre kolektive në qarqet e vogla dhe në fund te mënyra se si organizohen në rajone të mëdha funksionale të trurit. Megjithatë, le të fillojmë thjesht. Me që kemi studiuar një neuron, një pyetje logjike e radhës është se si lidhen dy neurone me njëri tjetrin. Fillimisht, do të shqyrtojmë disa element bazë të anatomisë qelizore të neuronëve. Deri tani, nuk kemi theksuar shumë faktin se shumica e neuronëve janë qeliza të polarizuara. Kjo do të thotë se ato kanë një pjesë të qelizës për marrjen e sinjaleve hyrëse dhe një pjesë tjetër për dëgrimin e sinjaleve dalëse. Pjesët e qelizës që janë të specializuara për të marrë sinjale nga qeliza të tjera quhen dendrite. Fjala dendrit vjen nga fjala greke dendron, që do të thotë një pemë. Dhe siç shihet, dendritet ka një formë të degëzuar, të ngjashme me pemën. Një sinjal i marrë nga dendriti transmetohet te trupi i qelizës. Nëse depolarizimi i membranës së trupit të qelizës është i mjaftueshëm për të nisur një potencial veprimi, atëherë potenciali veprimit dërgohet përgjatë aksonit. Aksoni e çon këtë potencial veprimi te një neuron tjetër. Pra, çfarë ndodh në kufirin midis dy neuroneve, midis aksonit të një neuroni dhe dendritit të një tjetri? Ky kufi quhet sinapsi dhe është fokusi i kësaj videoje. Ekzistojnë dy lloje kryesore sinapsi që do të trajtojmë më vonë në detaje: sinapsi elektrik dhe sinapsi kimik. Sinapsat elektrike janë më pak të zakonshme në sistemin tonë nervor, por janë më të thjeshta për të kuptuar. Ndaj fillojmë me to. Sinapsat elektrike janë në thelb pore midis dy qelizave që lejojnë ione të kalojnë. Ato mundësojnë kalimin e sinjalit elektrik te qeliza fqinje, pa shumë pengesa. Kjo nuk ndryshon shumë nga bashkimi i dy qelizave në një qelizë më të madhe. Ka disa arsye pse natyra përdor sinapsa të tilla. Ato janë të shpejta dhe lejojnë që qelizat të punojnë së bashku me një nivel të lartë sinkronizimi. Megjithatë, shumica e neuronëve lidhen përmes një strukture shumë më të ndërlikuar, të quajtur sinaps kimik. Në një sinaps kimik, në vend që sinjali elektrik të kalojë drejt për drejt nga një qelizë në tjetrën, potenciali veprimit arrin fundin e aksonit dhe shkakton lërimin e një substance kimike në një hapësirë shumë të vogël midis dy neuronëve e quajtur qarja sinaptike. Kjo substancë merret nga neuroni tjetër në anën tjetër të qarjes. Ky sinjal kimik mund të shkaktojë depolarizimin e membranës së neuronit pasues, duke e kthyer sinjalin kimik përsëri në sinjal elektrik, ose mund të ketë efekte të tjera mbi qelizën. Ky hap kimik është shumë më i ngadalshëm se transmetimi në një sinaps elektrike, por lejon një shumëllojshmëri shumë më të madhe dhe më komplekse formash sinjalizimi. Funksioni sinaptik luan një rol kyç në përpunimin e informacionit nga neuronet. Pjesën tjetër do ta kalojmë duke eksploruar funksionimin e brendshëm të sinapsave kimik, për të filluar të kuptojmë se si rrjetet e neuronëve të lidhura krijojnë sjellje. Do të shohim gjithashtu rolin e problemeve në funksionimin sinaptik në çrregullime neurologjike dhe psikiatrike, si dhe mënyrën se si sinapsat mund të ndikojnë nga substanca psikioaktive dhe helme. Në fund, do të shqyrtojmë se si sinapsat ndryshojnë me kalimin e kohës si përgjigje ndaj stimujve të jashtëm, duke luajtur një rol themelor në të mësuar dhe kujtesë.